Do t'ju tregoj një sekret. E dini që trashësia e pulpës së këmbës tregon se dal nga dal, nëse ajo reduktohet, erdhi momenti i vdekjes? Po, nuk është një fantazi, është bërë një studim. Jo për moshat e reja, nuk diskutohet, por për moshat e thyera. Bile, duhet të theksuar që duke filluar nga mosha 45 vjeçare, fillojnë dhe humbin muskujt, pjesa dërmuese e njerëzve. Dhe tani po ju tregoj se çfarë ka zbuluar shkenca. Kush është rastisht le t'i bëj like faqe si shihni sërish, dhe tani do t'ju them. Pulpa e këmbës, për ata që nuk janë të informuar, është kjo këtu, po është këpucët dhe po ju tregoj. Pra, kjo është pulpa e këmbës. Kjo trashësia këtu, pra trashësia e pulpës së këmbës, tregon se nga momenti që kjo reduktohet, pra kjo trashësi, reduktohet trashësia e kësaj, fillon njeriu dhe humbet pesh, sepse humbet muskujt. Pra, nga momenti që fillon dhe humbet muskujt, brenda 10 viteve, ky njeri është vënë re që ka vdekur. Ky studim është bërë në një sër azilesh pleqsh. Dhe ata që kanë humbur pra trashësinë duke filluar 28 cm gratë dhe 30 cm burrat, dal nga dal, reduktimi i trashësisë së pulpës, pra të muskujve, sepse aty është pjesa më kryesore, që tregon sepse ne eci me këmbë, dhe ajo është rezistenca e njeriut, është vënë re që pothuaj 36% prej tyre kanë vdekur, pra për këta pleqjve. Pothuaj 36% janë shumë. Dhe çfarë do të thotë kjo? Sipas gjasave, sipas studimeve, nëse pulpa e këmbës ose kërciri, ose si quheni si të duar, quhet pulpa e këmbës sepse aty ku është muskuli, sepse bëhet fjalë për muskulin, jo tër kërcirin. Dhe duhet të dini që për burrat duhet jetë përafërsisht 35 cm trashësia. Pra, kur kalon moshën 60, 70 apo 80 po flasim. Sepse, si që thash më përpara, duke filluar nga mosha 45 vjeçare e sipër, njeriu fillon edhe humbet muskujt. I keni vënë re që ne, kur jemi të rinj, pra të rinj të përgjithësi, me muskuj e tjerë, që janë bëjnë edhe bodybuilding, por kur fillon nga mosha 20-25 vjeç, fillojnë dhe muskujt reduktohen, pra të kurren, ose bien, si mund të quhet, bien muskujt. Dhe kur muskujt reduktohet edhe forca. Pra, jo vetëm forca fizike, por edhe energjike. Dhe është vënë re, pikërisht pra, që duke filluar nga mosha 60 vjeç deri në moshën 80 vjeçare, kur muskujt reduktohen gjithmonë më shumë, pra brenda 10 viteve, në qoftë se trashësia e pulpës së këmbës të një mashkulli reduktohet në 30 cm, do të thotë që po i vjen fundi. Dhe brenda 10 viteve, brenda një 10 vjeçari, vdes. Ose ndoshta edhe më përpara, ka pasur raste edhe më përpara, dhe brenda një viti apo 2 viteve. Pra, kurse për femrat, për gjininë femrore, trashësia në qoftë se arrin 28 cm, do të thotë që i erdhi fundi. Dhe kjo nuk është absolute, pra nuk është një studim absolut, por është një studim pothuaj i përkryer, sepse, si që thash dhe më përpara, rreth 36 deri në 40% është real. Pra, 36 deri në 40% të atyre që kanë studiuar, dhe bëhet fjalë që kanë studiuar me mira, pra me mira pleq të moshave, duke filluar nga mosha 60, edhe pse nuk mund të quhen pleq mosha 60, por ashtu i thon këta në përstudimet, nga mosha 60 deri në 80 vjeçar. Pra e përsëris edhe një herë, në qoftë se këta mosha, duke filluar nga mosha 60 e sipër, reduktohen muskujt dhe reduktohet pulpa e këmbës të meshkujve 30 cm dhe të femrave 28 cm, do të thotë që i erdhi fundi. Rregullore, pra mesatarja, duhet jetë 35 cm për meshkujt dhe rreth 30 cm për femrat, pra për të qenë akoma në shëndet. Por duhet të dini që përveç kësaj, në reduktimin e muskujve, reduktohet edhe, me kalimin e moshës, reduktohet edhe lartësia e njerit, pra gjatësia. Për shembull, duke filluar nga mosha 50 vjeç, sipas studimeve, femrat shkurtohen deri në
pra nga mosha 50 deri në 80 vjeçare, femrat shkurtojnë deri në 5 cm, ndërsa meshkujt 3 cm deri në 5 cm. Pra femrat nga 5 deri në 7 cm dhe meshkujt nga 3 deri në 5 cm. Kam një shoqen time, kemi një shoqen tonë, që ajo, kur e mori vesh këtë, e zuri paniku, sepse ajo kur vajti që u peshua një ditë në një supermarket, pa dhe lartësinë e saj, pra gjatësinë, dhe vuri re që ishte shkurtuar 2 cm. Ajo është 60 vjeçe tani, 59 vjeçe, por pas pak muajsh bërë 60 vjeçe, dhe e zuri paniku, sepse tha, çfarë më ka ndodhur? Tha, ndoshta tha, ka ndonjë problem, po nuk e dinte që njeriu shkurtohet. Ajo është shkurtuar 2 cm. Dhe unë nuk e kam problem, sepse për shembull, siç ndodhi para 2 viteve, takova një çift, një shokët tanë që u takuan pas disa viteve, dhe kishte një 10 vite që nuk, 12 vite që nuk shiheshim. Më tha, shoqja tha, po ti tha, je futur në ujë? I thash, jam 56 vjeç, i thash. Po mua nuk më përshtypje se çaj koko fare. Sepse nuk është gjatësia, por është të qenurit mirë dhe që të mos e reduktojnë muskujt. Mbahemi me aq sa mundemi, ndonjëherë është edhe gjenetike, por me aq sa mundet që të lëvizim, të mbajmë trupin, është mirë për shëndetin. Dhe duhet të keni parasysh që, për shembull, pleqt tanë që jetojnë në fshatra, janë gjithmonë në aktivitet fizik, dhe ata, nëse keni vënë re, shkojnë edhe 80, edhe 90 vjeç, bile edhe 100 vjet. Në disa zona malore, për shembull si kemi thënë në Hunza apo vende të tjera në Himalaja apo në këto vende të kështu, duke qenë ajri i pastër dhe duke jetuar gjithmonë në natyrë dhe duke e stërvitur trupin, jetojnë edhe më gjatë. Pra, ç'është e vërteta është shumë komplekse si bised, sepse nuk është vetëm ajo tharja e muskujve, por është edhe jeta se si e jeton njeriu në përgjithësi. Mënyra e të ngrënit, mënyra e të jetuarit, stërvitja, apo ecja në këmbë, apo si është brenda trupit të tij, nëse ka lindin sëmundje etj etj. Pra ka një pafundësi gjërash që shkaktojnë vdekjen e njeriu. Megjithatë, këto janë studime që nuk duhen nënvlerësuar. Tani doja t'ju pyesja juve. Ju, a jeni shkurtuar, ose më mirë, sa vjeç jeni që të kuptojmë pak a shumë nëse jeni shkurtuar, pra nga gjatësia, apo nëse muskujt tuaj janë të kurrur. Më thoni, nëse padyshim dikush nga ju nuk e dinte, por tani që e mësuat, shkoni dhe shikoni lartësinë ose gjatësinë tuaj, dhe pas moshës 50 vjeçare, 50-60 vjeçare, fillon njeriu, pra fillon dhe trupi të kurret. Kështu që shikojeni këtë, shikojeni edhe muskujt në përgjithësi, i mani në aktivitet dhe pres komentet tuaja. Çfarë mendimi keni për këtë argument? Çfarë mendimi keni për gjatësinë e njeriut që pse shkurtohet, për trysninë e ajrit etj etj? Dhe kalofshi një ditë bukur. Ditën e mirë.